Në shkollën finlandeze, dashur mes, derisa mësusja shem e servan supën, për transparencë të prindërve e dërgojnë menyn në shkollës çdo javë, sepse ndryshon. Një hane deri të premte nuk është e njëjtë me hanën dhe të premten tjetër. Është nëse s'gaboj në mënyrë 2 javore ose javore. Javore. Domethënë vetëm 4 javë të mujit është ndryshe. 4 javë po. Për një muj e dërgojmë krejt menyn çka do të ketë brenda 3 shujtave që janë në shkollën tonë. Normalisht unë e diskutova më herët edhe me Edliren, zyrtaren për komunikim, që çdo herë ka dhe fëmijë të cilët kanë kojde që themi na në gjuhën tonë, po kjo është për mja ndru shprejë. Nëse një fëmijë mësu me hangër pica shumë shpesh, në shkollën finlandeze e ka mundësinë më mësu edhe me hangër supën me salmon, edhe me hangër risotton me perime, edhe gjitha ushqimet që janë shnetshme që bën kojde javët e para, po një ditë edhe mësohet. Që është mirë edhe prind me kënd fort në kojdet e fëmijëve, mos me u lëvizë, me thonë hajt pja bëdo ushqimin me vete, leni le të mësojnë rutinat e shëndetshme që shkolla, o zot që ira e mirë për vjanë. Do me thoj, ju nuk e keni ide në qëfar ira e mirë për vjanë. Më falë, e jam ja është që kjo, po, muj me shti shtu hu të kre. E jotja është. Jo, e jam ja është Alban. Liresh mund është me shku me pini got ujë. O zot. Do me thonë, shëqër që nuk kam pesh, sa ha. Po. Si, ma gjatë lugën, hej, shpit e ma ka gjatë lugën. U familjarizova me njëherë me ambientin e juj. O shumë e nxehtë. Për ata që nuk i dojnë supat me copa, munden me blu edhe me bë krem supë. Vetëm veçantia e kësaj është në gjithë formë, mas e kemi jashtëzakonisht... O zotë sa e mirë. Me thënë salmonin munden me marë të freskët sikur na, dhe më tha që munden me marë edhe... Po, nëse, se varësisht e na paka shumë, po na është dhe ushqime që janë pak matralla, kështu që në pa mundësi me gjetë të freskët, mojme dhe... është sa i përket me mesave, kribët të këto. O zë të bërë mirë. Lumë si ti që bësh janë. Hajtë se të avan është tash një pjatë vogël. Shumë konkurent kise i ndarë edhe mija janë të nëprit. Do me thonë sot i kom pas ditën ma të lumë të gjirimeve. Mos të më preken me sa firtesh, dhe herë është knatësi. Po me punu me fmi, edhe sot kom pas më duket 50 fmi në studio. E vërtet. Edhe me ongën e ushqim që ka të sheshëm e të shnetshëm. Me thonë shumë meritore. Më ka uru zotit që e kom pas një ditë të tilë, sot. Edhe ti e dinë se sa të veçantë kam. Falemderit shumë. E di shumë momentin e parë që jemi pa. Ka pas diçka një kimi. Një kimi. Në shkollë nuk ma ka dash kimin, po me ty e këm kuptu. Falemderit shumë. Knatësime. Ju uroj punë të mbarë dhe gjithçka të bëhet mire me suksese. Misionin e kemi të net, ju për fëmijën për qytetar, që është përsaj që t'ja dalim. Shumë e qëllume. Falemderit shumë. Falemderit. Dashur veç, kjo ka qenë mësusja Shem, për ndryshe shënësie Tigani, është mësusja gjuhës shqipe në shkollën finlandeze, por njëkohësisht një lanë specifike ka me fëmijët, që është obligative tha dhe vetë, që i mëson fëmijët të gatuajnë, të lajnë rroba, të lajnë enë, të rendisin pjatat, enët në kuzhinë, të njohin kuzhinën, të dinë çka vendoset në fillim të frigoriferit e çka mrapa, të njohin si shikojnë produktet dhe afatet e tyne dhe të gatuajnë e çdo gjë tjetër që ka të bëjë me kujdesin që na duhet ta dimë se cili prej neve, sa herë që jemi vetë në shtëpi, po s'do me thome ka vetë, edhe me i babe fasi, prindërve, motrëve, nanës, babes, sigurisht, edhe aftësimi për ta. ju përgëzoj për një punë të madhe që bani.